KPC. Të tretë kam dëgjuar dhe jam shumë e respektuar për Kol Martini që më këndoka dhe më beka mirë. Për Kol që atë tërë këtë muhabet. Për Selman e di që shkru e gjonë që me për Kol Martini të më fali. Dhe e beka të duar, takzoj. Për tebe. Allah dhe e mira, nuk o që njësë të nuk të orë që më tepër, mbyllet. Përshëndetje në zonës bashkës të viteve 72-76. Përshëndetje teknikumas e të mrekullueshëm të byre. Jenë të denjë të bukur. E të gjithashëm të atyre viteve. Nuk besoj se janë shumë vite, 20, 24 apo 40 deri në 44. Të tilla me një fjalë një jetë të tërë, sa bukur dhe sa mirë. Bashkëmoshatar është një eveniment tepër i rrallë që pas 40 viteve në kujdesin e shkëlqyer të organizatorëve Fjerza, Mëziu, Bardhi, Koxheri, Mandi, Gjini, Cecja, Alia e tjerë. Nuk besoj se unë ngjelet qefi ta lëm me kaq sepse secili prej jush ka kontributin e vet në këtë organizim të shkëlqyer të mirëseardhur. Duket që diçka ka ndodhur është si dje, por nuk është kështu. Tani nuk e njohim në njëri tjetrin përballë apo në tavolinë, në udhtim apo gjet. Sepse 40 vitet e shkuara e kanë bërë në mënyrë të dukshme e pa dukshme punën e tyre, fiziologjikisht e biologjikisht, të transformimit në mënyrën më të mirë të mundshme, sepse i tillë është dhe cikli i jetës. Selmanit i kanë humbur flokët, Gjonit tufa e bardhë, është përzirë tani, Agustini ka humbur peshën si kur t'ishte si shka qenë, Lanthi është bururuar dhe edhe në biznes. Dilaveri mrekulluar, gjithsesi prej nesh familjari rregull të kryetari Zoti. Shtrierje në të gjithë zonat e Shqipërisë nga Kunispoli deri në Vërmosh. Nga të gjithë rrethet e fshatrat e përsërit të gjithë bashkë. Kjo pjesë e bukur e jetës është fillimi i fundit, por do të ngjelet për shumë kohë në kujtesë dhe do të na rinojë se njeriu kujtimet e bën më të ri dhe ne për këtë kemi shumë nevojë. Ngjelet teknikumi Pyori Joni, ajo shkollë shkëlqyer me atë personel mësimor, nga më të mirët në rrethin e Shkodrës. Falenderojmë e Miura, e më gjërë, e sa keq që një pjesë e tyre ka ndëruar jetë, por vepra e tyre do të ngjelet e ngullitur tek ne sa të jemi gjallë. Ishte klasa A, e juja më e mirë në teknikum, e dalluar në aktivitete, në procese në mësimor, e kulturore art, e kudo. Besoj se u duk dhe arti, sepse qytetërisht kemi ngjënie të tillë, gjë që tregon dhe sot. Organizimi i tillë nuk është rastësi. Kjo, urime për këtë, bëhet qefi si bashkëpunëtari juaj. Sa të tatë pjetat për pjeta kemi kaluar në këto 40 dhe më shumë vjet. Herë mirë, herë keq, por nuk kemi qëndruar në vend numëror. I kam thirrur shpesh kujtesës së ndërgjegjës, por më ka lënë në rrugë sepse kemi humbur lidhjet e aq më shumë takime, dikush në jug e tjetër në veri, dikush në punë tjetër jo. Ka edhe më shumë emigrimi i tyre në botë. Këtë botë kaq të madhe që në fakt me teknologjinë e re duket se është më e vogël, sepse është shtuar komunikimi në rrjetin e internetit. Është kjo pra arsye që dalin kujtime të shkëputura, të çopzuara, por sidomos ngelen të bukura. Por të qenë transparent, unë pyetari mjeku veterinar, kam jo vetëm nostalgji për pyet e bashkosit, por më ka takuar që një pjesë e jetës 12-13 vjet të tilla punoj së bashku me Dilaverin dhe Hasanin paralel dhe me Gjonin nga larg. Sigurisht Gjoni ka qenë ministri. Më bëhet sikur nuk kanë ikur e nuk jemi ndar kurrë, por është vetëm iluzion. Sepse ndaja ka ndodhur. E për këtë falë organizatorëve është dhe ky takim i mrekullueshëm. Faleminderit që u pamu për qafua më çmallën. Pa që jetë të gjatë të mbushur plot me të mira. Sot dhe për ditë. Dhe miru pafshim nga 50 vjetorin 2026. Suksese. Dhe njështë të profesorëve që dhe ata që kemi pasur profesor, po tani nuk. Se nuk do bëjë.